të gjithë ministrat, bashkë me ta dhe kryeministri, kanë dhënë ndërheqje individualisht. Siç e dini, komisioni është mbledhur prapë pas konfirmimit nga ana e kuvendit, seancës, dhe ajo që mund t'ju njoftoj është që kërkesa dhe rekomandimi i përfaqësuesit të Partisë Demokratike të Kosovës, deputetit Përparim Gruda, është pranuar, është që të evidentohet saktësisht në proces verbal të raportit që të gjithë ministrat, bashkë me ta dhe kryeministri, kanë dhënë ndërheqje individualisht, duke marrur shembull edhe prej praktikës të mëhershme gjyqësore, po përkujtoj rastin e ish-kryetarit Rahovesit Çazim Qeska, dhe tani ka një ndryshim të gjendjes legale, ka një ndryshim të rrethanave dhe të situatës, e cila unë besoj që na ka krijuar mundësinë që të procedojmë tutje për të votuar raportin e komisionit të mandateve dhe për të mundësuar pastaj betimin e deputetëve. Ndërheqja është evidentuar saktësisht individualisht në proces verbalin e takimit. Na jemi të gatshëm për zgjedhje, unë e kam propozuar edhe datën. Kam pas propozuar data edhe vjet, nuk ja u pat marrë menja, unë edhe si vjet ja kam propozuar datën kur dojnë, të gatshëm jemi 15 qershori, për mua ende vazhdon me qenë shumë i përshtatshëm. Bon edhe me në së të dytë nëse që në gatë shumë njerë. Por njëherë të shkojmë të ashblokojmë si situatë, se qytetarët në kanë votu për me qenë deputet edhe me i përfaqësu në legislaturën e 9. Nëse dëshirojnë me bloku tutje, unë besoj që ne duhet me shbloku. Ne sot kemi ardhë me shbloku, kemi ardhë me i dhonë mundësi betimi deputetve, zgjedhjes të kryetarit dhe të nënkretarëve, për këtë arsye jemi këtu dhe siç po shihni ne ja u dham mundësinë, sepse është propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës ai që u miratua nga të gjithë anëtarët e komisionit dhe tash po shkojmë për me votu, po e shihni edhe zilja, do të jemi këtu edhe prapë mos mbetemi vonë.